Unë mendoj që Drenica këtë herë ka me votu Mulla Osmanin mas pakti me 15.000 vota. Edhe ka rrezik që e then bastionin e PDK-s në Drenicë. Adin si pas bindjes teme, ky ka mi marrë 15.000 dhe 20.000 vota, veç në Drenicë, as për folin Kosovë, se në kitë Kosovën është ai merë 70.000. Po veç në Drenicë besoj që Hoxha ka mi marrë kogja mirë, adin 15.000 dhe 20.000 vota. Edhe është rreziku që ja then bastionin e PDK-s në Drenicë. Presa me ndohet qështu. Qefin e kam, mendoj qështu, edhe inshallah bot qështu mune. Mendimi jam është personal, ju tjertë komentoni, qka mendoni, e thoni aton qka ju e mendoni, po Hoxha ka me athy bastionin e PDK-s. U mështenen me kesh ta këse shikon në Sarek, se ati me një të bim, kër e këqyra salën, gjysa salës që njëfë shane, pa ta kajtë votojnë vetë vendosin, veç ka shkua të me hongër me pi, se krejt janë që ata gjysa që ato në salë, janë për që votojnë vetë vendosin, nuk e votojnë akën. Këta theshin jak që farë të bimi malë, për që farë të bimi malë, pa ata gjysa votojnë Albinin, se votojnë akën. Pse votojnë kryetarin e komunës, menon krejt që tash votojnë edhe për akën, jo më çfarti. Unë që i pash që ato në salë, ishin konë gjysa salës, ishin konë vetë vendosis, veç kanë shku me këqyre me ngu. Të tërsen, s'me mërmene që nesa shumë se ishin kona, shkon një 40-50 qështu. Po edhe që ata për që aty në 50-be, 25 e votojnë Albinin. Po nëse inshallah kalojnë pragin diqysh me zartë. Ajo kujtohet lista e Rogovës në kohën e Thaqit kër u bajke koalicion të atë LDK-s me Hashim Thaqin. I njëjti sen ka me ndodhë mos i të kryen zgjedhjet. Vjosa Osmani ka me marrë 6 deputet vetë, edhe ka me dalë në koalicion me PDK-n, edhe 6 tjerë kanë me mesë, në qëse i merë 12 po folja. Se është rreziku që as 12 nuk i merë, po në qëse i merë 12, Vjosa ka me marrë 6 edhe ka me dalë me koalicion me PDK-n, e LDK ka me met as me hatën as me fatën si gjithmonë qashtu. Tani nganë PDK mas LDK nganë mas PDK-s me nëzanë diqysh, pa nuk në nëzijët. A ma i sigur që Vjosa ka me ba një listë Rogovës, se djallin e Rogovës e ka me veti, edhe një 4-5 deputeti ka dvet, edhe PDK ka me met mas 7 deputet, 6 deri në 7 deputet. Ka mundësi që LDK mundet me lypta në një deputet tjetër për mi bon 6 deputet, se me 5 nuk marrin pare, do të mi pas 6. Ta këshyrëm tash që shpëndohë, po mendimi jam është që kë, edhe 100% jam i sigur që të shtu ka me ndodhë. Nga në bocin se kogja do vjeti ku mbarë, jap këshilla shtu ka njëherë. Qka mu kanë ban thi që ta PSD-s borë, dojnë me na marë bukën. Sa i mersha një 4-5 mijera që shtu pej të i kritiku këta opozitën, dolen këta krejt PSD-a tash të bo video kundra opozitës, na i mërën bukën. Na rat ashtë pas përgjys gati. Hezber burë në opozitë, re, po mësë merë me opozitën, po merë me Albinin. Jo, po thojnë Albini s'ka faj, po ka faj këta të opozitë. Dhe burë se na morën qafë. Edhe i një bon shumë një 7-8 që shtu nuk pja shkosh një video të heq. Ma nëse na morën qafë edhe neve burë. A i një kësaj pare ajo. Për na ullën e shikimet, lajkat, komentet, na morën qafë.
Ma shumë pe kritikoni ju se na që me Albinin. Nuk shkojnë kështu, po nese, kaleni bukur. I vetmi vend në botë që opozita i propozon 4 kryeministra për me konë kryeministër të opozitës, edhe ata 4 luftojnë me njëri tjetrin kush po bëhet kryetari i opozitës, kryeministri i opozitës. Tash, kur kthehesh me menu, ajni mërën mena se ne, po qysh gjitha to reagime jonë mes veti për dëkë, LDK, këta PSD, po mos e leni marrë veç vetë Albinin me konkuru për kryeministër të Kosovës. Aj vetë për kryeministër të Kosovës, jo 4 anena për kryeministër të opozitës. Pa e një kësaj pare, qka një ka menoni, qka ka në atë opozitë burë që ju keni lyë opozitës që shto? Kalzona neve dolem edhe nanë në opozitë, në shta kofit e ma shumë. Jo për vetin nuk po di qka me menu për juve. O vëllëja e PDK-s pas ka kërku që Lima më kthy në PDK. Vesh në gani. Atë një si organizot, dolën nga luta, apo si organizot ajo qeveritare, ne nuk përzimin e politik, po Spërzimin. ne përcjellëm gjendjen aktuale në Kosovë dhe politikën e përcjellëm shumë, që tash mos bëhem njashëm që të ju nuk e përcjellëm, po përcjellëm politikën shumë dhe thirrja e djeshtë që ka qenë, ne kemi bu thirrje për unitet të gjithë ku ta qesin interesin e shtetit për para interesit partijak apo para interesat veta personale. Dhe kjo thirrje e jona që ka qenë nëse s'ka bëjnë orët e vona, diku më i thëmë mas ditësh. A një që ka tha, reagimi këtyne a konë dikur në orë të vona mas dite dikur. Mëse u kry krejt procesi e kanë deklaru për dykë që nuk e marrin, pa të mirlimen, këta janë që kanë thonë merne. A dhe mëse u kry mledhja. Po të njëjtit janë edhe për gjykatën speciale, mëse kanë nënshkru e kanë votu këta që eshen një 30-40 vetë në protest me kundërshtu gjykatën në atë kohën, kur u bon gjykata. Ta gjithë me vënes që shtu, për mos me met faj këtyne me thonë që na jena patriota, po Lima i meqëm i qiti na kaut klasik, se Lima e ka dit, sigurt e ka dit që nuk e pranojnë, po për me aqit haptas, aja ka që letrën, edhe e ka thonë që urnëni, tash vendosni, edhe dilni me deklarat që shka dalë Bedria, e thonë, ja, po nuk pranon aty. E ka bo me qëllim, se e ka dit Lima që se pranojnë, po ka bo me qëllim me shpalu, me aqit zezat në si përfaqe. Se nuk është një dishka që se ka dit Lima që se pranojnë. Ka dit këtë Kosovë, as për din Lima. është dishka. Po, shumë mirë ka ardhë kjo puna që se shumë prej PDK-s dilë që në theshen, ja, unë jam për Limën më kthy, unë jam për Limën më kthy. Kur ka ardhë puna me votu, kanë votu 2 veta, 3 veta. Për, këtë kundren kanë. Edhe, o pa krejt Kosova që PDK nuk është kraj luftës mo. Ja, tarë që se nuk e pranon komandant Qelikun, qka me thonë? Kryetare ka Bedri Hamzën? Hajtë, thonë shka dënjo, po realiteti është që kë. Juve jo prejke, di që edhe, po s'kam shka me bon, që është realiteti. Nese, shnosh mërko, e pranojmë tjetër herë, kur bëhë zgjedhjet Limën.